çfarë është bereqeti? Çdo begati që njeriu e gëzon në jetën e kësaj dhunjoje është më se e nevojshme të jetë e bereqetshme. Nga se begatia në mungesë të bereqetit nuk shijohet, nuk ndjehet, nuk ka efikasitet. Për këtë arsye, ajo që e përmenden fillim, shpesh herë ne i dëgjojmë njerëzit duke bërë dua për njëri tjetrin, për mirësitë të cilat Allahu a ka dhënë, çfarë themi? Allahu ta bëft bereqetshme. E ke blet një vetur. Allahu ta bëft bereqetshme. Dikush martohet, për çfarë lutemi? E lut Allahun që Allahu të jetë kjo martesë mes dyve juve, e bereqetshme, Allahu ju bekoft dyve. Ti e përmendë se dietarët e kanë theksuar si bekim hynor. Kjo bekim hynor është pak në mënyrë më letrare, më gramatike. Po elhamdulillah pjesa dërmuese e njerëzve si shtatë ti e njohin tek ne me këtë term bereqet. Ke patë edhe maqedont. Da imash bereqet. Do të thonë përdorin edhe jo musliman, serb, këtë në Ballkan që ka sëndu për ndërjes punë. E çfarë është bereqeti? Dietarët islam kur kanë folë për bereqetin, kanë thonë se bereqeti është shtim, rritje ose qëndrueshmëri e të mirës të cilën Allahu ta ka dhënë. Ose më ka pëlqyer një definicion tjetër suno, bereqeti është një ushtri prej ushtrive të Allahut. Ku nëse vendoset tek ajo që është e pakt, Allahu e shumëfishon dhe e bën të shumt. Tamam shumë. Po. Domethënë, ushtri prej ushtrive të Allahut është diçka, një sekret hynor. Do me thonë që Allahu xhallahu ala nëse e shoqëron me begatin që Allahu ta ka dhënë, kjo nuk është sikurse begati të tjera të zakonshme. Për shembull, ti ke vetur dhe unë kam vetur. Po ka mundësi vetura jote të jetë e bereqetshme dhe të përdoret për hajër, të shkojsh në për mezhlise të hajrit, të ndihmosh njerëzve, të jesh në shërbim të shoqërisë, të familjes, të komshisë e kështu me radhë. Do të thotë që vetura jote vërtet është e bereqetshme. A kupton? Ndërkaq edhe unë posedoj të jetën begati. Por ja që mund të mos jetë e bereqetshme. Rrin garash. Fiks, rrin garash nuk përdoret dhe ne njohim shumë njerëz të cilët jo se nuk gëzojnë të mirat të kësaj dhunjoje. Allahu xhallahu ala krahas të mirës më të madhe që është feja islame, ju ka dhënë edhe shumë begati tjera të ndryshme. Domethënë kanë kushte të mira, kanë sallone të mira, dikush vëlla e përdor sallonin thirr njerëz për mezhlise të hajrit kur përmendet Allahu me shpresën që ndoshta në ato mezhlise dikush tullzohet, pra bëhet mezhlis i bereqetshëm, bëhet shtëpi e bereqetshme. Çka sallonin shumë pëlqen. Ka dikush domethënë e ka sallonin shumë të mirë, shtëpinë shumë të mirë, sallonin ato fol për sallonin shtëpi. Po. Shtëpinë shumë mirë, po është e mbyllur, horror. Asnjë zonë nuk dëgjohet. Ose heziton që thjesht me thirr dikon. A ka dikush domethënë sallonin e ka mbush çdo natë. Vërtet me madhe, muhabet, të qequra, derse, etjer, çaj me pi, apo kupton, ka bereqet ai sallon, shumë mirë e cekë sallon. Për këtë arsye, çdo gjë, çdo begati, në sasi mund të jetë e pakt. Por kur Allahu vendos bereqet bëhet e shumt. Për këtë arsye, nëse shohim ne në jetën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim se çfarë rëndësie të madhe i ka kushtuar bereqetit. Po të rregoj një rast sono dhe kam dëshirë shumë i kamera rastet të cilët duan të marrën mësime dhe udhëzime nga jeta e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe duan të gëzojnë mirësitë e tyre, le ta ndëgjojnë këtë hadith pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur nëna e Enesit radhiyallahu anha. Nëna e Enesit së bashku me sahabiun Enes ibn Malik, i cili i ka bërë hizmet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam 10 vite radhazi. Ka qenë djali bereqetshëm, djali begat. Dhe nëna e Enesit i thot pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, luta Allahun për djalin tim Enesin. I kërkon pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam të bëj dua për Enesin. A ka mundësi që çdo prind i cili do ta takonte pejgamberin e Allahut të mos e kërkonte një gjë të tillë për evladin e vet? Andaj edhe doja pejgamberit nuk thehen mbrapsht. Padyshim. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, shikoj edhe ne kur takojmë dikë i cili shpresojmë dhe kemi mendim të mirë se ky është i devotshëm, çfarë themi jo vëlla, mos nharon duat e tua. Luta Allahun për familjen time, luta Allahun për udhëzimin tim e kështu me radhë. Nëna e Enesit i tha pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam përfitojnë nga ky moment. Dhe i tha ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Tha lutë Allahun për djalin tim. Çfarë tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam? Tha Allahumma akthir malahu. O Allah, tha shtoja pasurinë.
Nuk ka asgjë të keqe që njeriu ta lut Allahun xhallahu ala që Allahu t'i jep pasuri dhe t'i jashtoj pasurinë. Të kena parë që ti na lehtëson se në Na gjallë. lehtësojnë gjërat pikrisht të kemi një lloj mirëqenie që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala. Ne nuk kërkojmë që të na shtohet pasuria për me u tregu krenar para të tjerëve. Ose zullumçar. Po muslimani ajo që dallon besimtarin është që e lut Allahun që Allahu t'i jashtoj pasurinë, që këtë pasuri ta vënë shërbim të Allahut, që me këtë pasuri të arrit të adhuroj Allahun subhanahu wa taala sa më mirë. Shkojnë numre më shpesh. Fiks. Prandaj nëna e Enesit i tha pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, tha lutë Allah, pejgamberi Allahu tha Allahumma akthir malahu. O Allah tha shtoja pasurinë. Dhe shtoja pas ardhësit. Elus Allahun xhallahu ala suna që Allahu ta gëzoj çdo prind i cili pret që të gëzohet me fëmijë. Amin. Çdo njeri i cili është i privuar nga kjo begati, elus Allahun xhallahu ala që Allahu ta gëzoj në një të ardhme sa më shpejt. Amin. Është kënaqësi prej kënaqësive të kësaj dhunjoje. Sigurisht nëse ke vlad vetë e ndjen se çka do të thotë begatia e fëmisë. Kënaqësia më e madhe në këtë jetë. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha Allah shtoja pasurinë dhe shtoja pas arsit. Ajo që është më interesante, nuk u mjaftua vetëm me kaq. Çfarë tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam? Wa barik lahu fima a'taytahu. O Allah, tha bëja të bereqetshme këtë të cilën ti do t'ja japësh. Pasurinë dhe pasarsit. Nuk mjafton vetëm begatia, nuk mjafton vetëm mirësia, as sasia vetëm nuk mjafton. Nuk mjafton të kesh 10 fëmijë. Në qoftë se njëri prej tyre nuk është në rrugën e Allahut xhallahu ala dhe të jetë i bereqetshëm për prindërit e tij. Sa njëri ka fëmijë të shumë, megjithatë ka ngel i vetëm në shtëpinë e tij. Sona ne në shoqërinë tonë shohim njerëz të cilët një pjesë të madhe të familjarëve i kanë gurbet. Nga se rrethona të tilla e kanë detyruar shoqërinë tonë që të marrin valixhet dhe të largohen nga vendet tona. A e di sa prindi vuan në vetmi në shtëpi, i ka ndoshta 10 fëmijë, i ka 5 fëmijë. Unë nuk them që nuk gjikoj që a janë të bereqetshëm apo nuk janë të bereqetshëm. Gjithë secili prej atyre duhet ta mendoj vetë këtë gjë. 10 fëmijë, një të paktën të ishte afër meje. Që të ishte me çat drunt shembull. Më shkoj menjët e drunt plakis, mundet me çat drunt. Apo don. Bis një shembull shumë thjesht. E thash, prandaj për çat para që ai të thonë ti, domethënë shumë fëmijë ka këtë gurbet, nëna baba këto. Vallai, pjesa më e madhe e shoqërisë tonë këtu, flas për Maqedoni, po edhe njëjtë edhe Kosova, Shqipëria, janë sprovuar domethënë me këtë lloj situate. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thotë në këtë dua wa barik lahu fi ma ataytahu. O Allah, pasi ti japësh pasuri, pasi ti japësh evlat, bëja të bereqetshme këtë begati. Jepi bereqet në këto gëzime, jepi bereqet në këto mirësi. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon këtë hadith, vllasunullah, se nuk është e rëndësishmja vetëm ti kërkosh Allahut që të kesh sasi. E rëndësishmja është që Allahu të t'jap bereqet. Andaj edhe këto emisione, këto podcaste që realizohen, vallahi e them me bindjen më të madhe. Nuk është me rëndësi sa podcaste do të realizohen. Allahu Akbar. Sa emisione do të realizohen. E rëndësishme është sa janë të bereqetshme. E vërtet. Vallahi ka mundësi që nga një emision, dikush nga një podcast, dikush është bërë sebeb ky podcast që dikush ta fal namazin. Kjo nuk krahasohet. Këtu është bereqeti. E jo klikimet. Dhe jo klikimet, jo shikueshmëria. Nga ne motivohemi nga këto, normal nuk duhet përjashtuar si fakt se nuk e largojmë atë, po. Është një shenjë, një rezultati ose suksesi, angazhimi, nga se ti japësh mund. Takohesh çdo javë me hoxhallar, kamermani i cili i rregullon kamerat i jep një farë mundi. Po mbi gjitha, ajo e cila e vulos është kur Allahu i jep bereqet kësaj pune. Po tash kur isha numre se ndoshta nuk ban me thonë, po e tham si shembull, por e lutë që Allah jepi bereqet podcast në qabe. Bashkëti, o Allah jepi bereqet podcast. Jetë përfitoj unë, larga saj, stakfirullah. Ngritet t'jem sebeb që të ngritet fjallë Allah. Edhe normal, kjo është shërbehet dini Allahut, edhe nga kjo pikpamje. Allah shumë lejtë. Do me thonë bereqeti është, a përfundove për këtë? Mendoj se u boj qartë se çka do të thotë, domethënë definicioni i bereqetit. Ti bina pak më shkurt, domethënë. Bereqet është dikush i ka
rrogën 5.000 euro, po këtë në stres është, dikush që ka 500 euro, po heja qëtë mujnë, Është i kënaqur. është i knaqër, është i rahatshëm, nuk shkon doktor, sen. Ki ka bereqet, ai s'ka bereqet. Ai ka sasi, mirë po s'ka Ky bereqet. ka kënaqësi. Ki ka knaqësi, po. E tash lind një pyetje. Po. Kush është ajo që e sjell kënaqësinë? Allah, Kush është ajo që e sjell bereqetin? Allah. Gjëja e parë është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Kur njeriu e ka një raport mirëfillt me Allahun te barek wa taala, kur njeriu e di se Allahu është Ar-Razzaq, është furnizues, kur njeriu e di se Allahu është shërues, kur njeriu e di se Allahu xhallahu ala i mbikëqyr gjitha çështjet e tij në jetën e kësaj dhunjaje, kur njeriu e di se Allahu është El-Hafidh, ruajtës, kur njeriu e di se Allahu xhallahu ala dëgjon gjithçka, di gjithçka, dhe kur njeriu e realizon qëllimin e tij pse ka ardhur në jetën e kësaj dhunjaje duke e adhuruar Allahun në forma të ndryshme, kjo është ajo e cila e bën që ky i cili ka një rrugë më pak tjetë i kënaqet nga se e di se kjo është caktimi dhe kaderi i Allahut, ndërkaq tjetri mund të posedoj shumë të mëdhaja, po në mungesë të imanit, në mungesë të kënaqësisë me kaderin e Allahut, me caktimin e Allahut, e bën që të mos jetojnë në rahatllëk dhe të mos jetojnë në qetësi.